Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në episodin e radhës për të mësuar gjermanisht. Sot kam zgjedhur një temë shumë interesante, le të themi, por edhe shumë e rëndësishme, që ka të bëjë me Prüfung e anjishit, pra me testimin apo me provimin e anjishit, për të marrë anjishin. Si pjesë të këtij episodi unë kam zgjedhur një material nga Goethe Institut dhe do filloj me pjesën e lezën, pra me pjesën e leximit. Duke qenë se lezën do shumë vëmendje, do që të lexosh në mënyrë të vëmendshme për të gjetur pyetjen e duhur. Atëherë, vetëm më jepini një sekond kohë. Lezën pra kërkon lezën cirka 25 minutën, kërkon 25 minuta dhe ka 3 pjesë. Për ju do lexoni kurse briefe, Anzeigen, do të thonë letra të shkurtra apo njoftime, dhe për çdo tekst ka ka disa aufgabe, disa detyra. Dhe duhet që të kreuzen, domethënë duhet të bësh me kryq die richtige Lösung, zgjedhjet e duhura, ato të saktat. Okej, fillojmë. Teil 1. Lesen Sie die beiden Texte und die Aufgaben 1 bis 5. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Pra, duhet të lexosh tekstin dhe duhet të qarkosh, të bësh me kryq se kush është e sakta. Domethënë, është e saktë apo e gabuar, dhe atë do bësh me kryq. Dhe një shembull keni. Herr Beck freut sich auf das Konzert. Liebe Frau Denner, vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Jazzkonzert. Ich komme gern und ich freue mich sehr auf das Konzert. Ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gastzimmer schlafen kann und keine Hotel suchen muss. Mein Zug kommt schon um circa 16 Uhr an. Kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Bis bald und herzliche Grüße, Winfried Beck. Tani, pyetja është, Herr Beck übernachtet im Hotel. Domethënë zoti Beck do ta kaloj natën, übernachten është që të kaloj natën, të flej në hotel, dhe ju do shikoni këtu si fillim duhet të qarkoni apo të nënvizoni ato fjalët kyçe. Po të vini re këtu, thot kein Hotel suchen muss. Nuk do kërkoj fare hotel, sepse thot ich danke Ihnen auch, dass ich in Ihrem Gastzimmer schlafen kann. Ju falenderoj që të flej në dhomën e të ftuarve. Gastzimmer është dhoma e miqve, le të themi. Prandaj Herr Beck übernachtet im Hotel ist falsch. Dhe në këtë rast do bëni me kryq kështu, që është e gabuar. Herr Beck bietet Frau Denner seine Hilfe an. I kërkon ndihmë Frau Denner. Dhe ju do thoni, do lexoni këtë pjesën, këtu kur lexoni këtë helfen, kjo është fjala kyçe, helfen. Tani, pyetja është, Herr Beck I lutet Frau Denner, zonjës Denner për hilfe, për ndihmë. Dhe këtu do thot, pyetja është, kann ich Ihnen am Nachmittag dann vor dem Konzert etwas helfen? Ky e pyet për ndihmë, pra Herr Beck e pyet, mund t'ju ndihmoj mbas ditës para koncertit me diçka, dhe në këtë rast themi që është falsh, e gabuar dhe kjo. Pra duhet të kuptoni logjikën, duhet të kuptoni dhe pjesën e fjalëve që janë fjalët kyçe shumë të rëndësishme. Mendoj që e bëjmë edhe një shembull, dhe më pas vazhdojmë episodin e radhës. Por ju lutem, bëni subscribe, që në mënyrë të tillë unë të vazhdoj që t'ju jap sa më shumë video të domosdoshme dhe video që ju I kërkoni dhe ju ndihmojnë. Por bëni subscribe dhe kështu do t'ju vinë ato automatikisht, që mos humbisni ndonjë video. Okej.
Liebe Frau Jakobs. Ich komme heute, Dienstag, noch nicht aus Berlin zurück. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem Kunden Maybach. Der ist ganz wichtig für uns. Und am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termine. Aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Vielen Dank und herzliche Grüße, Helga Stein. Tani, do thot, Frau Stein ist in Berlin. Zonja Stein është në Berlin. Tani, fjalia e parë ju do të shikoni ato të rëndësishmet. Ich komme heute Dienstag noch nicht aus Berlin zurück. Do të thënë, kjo thot, është koha e tashme, ist in Berlin. Thot, noch nicht aus Berlin zurück. Nuk jam kthyer akoma nga Berlini. Si do ta bëni? Falsch. E katërta, am Mittwoch hat Frau Stein frei. Tani, do shikoni fjalët që kanë të bëjnë me ditët e javës. Ju do vini re Donnerstag. Habe ich 2 weitere neue Termin. Dhe pastaj, aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Am Donnerstag habe ich 2 weitere neue Termin. Do më thënë që nuk na I përmend këtu që është pushim, sepse fraj do më thënë që ka pushim, kurse këtu na përmend që ka termine, ka gespräch mit den Kunden dhe am Freitag të premten ka nga ora 8 do jetë përsëri në byro. Pra do ta bëjmë falsch. Dhe fundit, Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. Po, do lexojmë këtu. Am Freitag bin ich 8 Uhr wieder im Büro. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Dhe kjo është shumë e qartë. Thot, më bëni një termin me Dr. Falk dhe ju do shikoni këtu mit Dr. Falk einen Termin. Okej, dhe këtu Frau Stein will mit Dr. Falk treffen am Freitag. Do të thënë është I njëjti kuptim. Dhe këtu do të bëni richtig. Do vazhdojmë me pjesën e dytë të lezen në videon e ardhshme. Në qoftë se ju ka pëlqyer, lini një koment dhe të vazhdojmë përsëri me Teil 2. Mos harroni të bëni subscribe në mënyrë që mos humbisni ndonjë video dhe të vazhdoj të postoj video që ju ndihmojnë. Mirupafshim.